Vazhdojnë Olian, pyetja 9, cila nga këto gjallësa nuk përfshihet në klasën e araknidëve? Akrepi, merimanga, këpusha, gaforja. Përgjigja ime përfundimtare është D, gaforja. Luan ju rulet rus? Jo, E di se çfarë është. E dini se çfarë është? E ba, atëherë, sakt, s'po e zgjatësi më shumë. Bravo, sakt! Bravo! Pyetja 10. Oleni drita, po fillojmë lojën. Në cilin prej këtyre kishte bërë atentat Mark David Chapman? John Kennedy, John Lennonin, Robert Kennedy, Martin Luther King Jr. Mark David Chapman. Janë 4 burra të vdekur, të vrarë me atentate. Po. Tentimi im i brendshëm është të rrezikoj, megjithatë unë përgjigja ime përfundimtare tërhiqem. Përafërsisht, nuk e keni të njohur? Njeni ndonjë atentator nga këto? Jo, emri është i njohur, por kë ka vrarë tash i bëhet i ndash. Atëherë, Nolian Lole, të nderuar të shikues, nderuar publik, tërhiqet me shumën 850 euro. Nuk mendoj fare dhe kështu ka vendosur. Jo, nuk isha pse mendoja, sepse nuk do ta gjeja. E di variantin tim, versionin tim, se kë do them tani, Po. mund t'jetë dhe i drejtë. Dhe po të vazhdonim lojën, cila do të ishte përgjigja fundit? Po të vazhdonim lojën John Kennedy. Po të vazhdonim lojën, nuk do të vazhdonim lojën, sepse John Kennedy është përgjigje pasaktë. John Lennonin kishte vrarë Mark David Chapman. Vrasja kishte ndodhur me 8 dhjetor, 1980.